حبيبي 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 حبيبي. Nëse ti I bën bashortes tanë dhe pyetje, edhe I thu, oj bashortja ime, sa e don ti burrin tanë? Thot shumë. Sa parafërsisht? Thot wallahi shumë. Thot me përqind, sa përqindje ti më don mua? Thot ty du 99% e gjys. Thot a jeti I knaqur? Thot ndoshta je I knaqur. E pastaj bën pyetje, ani gjys përqind I don tjerat. A ban me dit, kanë e don ti qatë gjys përqind prej 100%-ve? Thot vallaj qatë gjys përqind e du filanin, e du një burr tjetër. A je I knaqur ti me këtë përgjigje? 99% e gjys ty don, vetë gjys përqind e don një filan tjetër. Thot a je ti I knaqur që bashortja yte ta don dikan njëjtë si ti, ani sa është gjys përqind? A je I knaqur? Jo wallahi, as një burr nuk është I knaqur që edhe gjys përqind gruaja ti ta don dikan tjetër. E ti hidhrohesh, pse? Ti as nuk e ke kriju atë, as nuk e ke furnizu atë, as jeta dhe vdekja e saj nuk është në dorën tënde, as kur gjatë ti nuk kin që mvaret ajo prej teje. E pastaj hidhrohesh edhe nuk t'vjen mirë, pse ti me dash filanin gjys përqind, tu kanun burrit. Hidhrohesh, po me dash Allahun edhe dikan tjetër gjys përqind, njëjtë si Allahun. A është Allahu I knaqur me ty? Ai Allahu I cili t'ka kriju, ai I cili t'ka furnizu, ai I cili t'i ka dhënë gjithat mirat. A është Allahu I knaqur me ty që ti ta duash gjys përqind dikan njëjtë si Allahun? E pastaj thot po para mendon nëse bashortja yte atë që e don gjys përqind është një njeri I cili nuk shyret dy herë, është një bërllog katastrofë. E ti hidhrosh, a bash atë gjete me dash njëjtë si mua? Po cili është ai I cili krahasohet me Allahun, që ti me dash Allahun edhe dikan tjetër me dash njëjtë si Allahun? Subhanallah, sa e dojmë ne Allahun sinqerisht, sa janë zemrat tona të mbushura me dashurit plot ndaj Allahut subhanahu wa taala. E dojmë ne Allahun 99% e gjys, apo ndoshta as deri në këtë shkallë nuk e dojmë? Allahu është ai I cili meriton dashurit plot, nuk guxon dashurohet dikush edhe duhet dikush njëjtë si Allahu, qoftë edhe gjys përqind. حبيبي حبيبي